Kryeministri modifikon qëndrimin për provimin e jurisprudencës. Kasami dhe Mexhiti sigurojnë se problemi do të ketë zgjidhje ligjore. Protestues të organizuar nga lidhja e sindikatave blokuan kuvendin, kërkojnë që të rriten pagat. Kreu i qeverisë deklaroi se sasia e marijuanës së konfiskuar mund të arrijë në 100 tonë. Publikohet raporti i organizatës Maqedonia e Veriut sërish pa përparim në luftën kundër korrupsionit. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski ndërroi qëndrimin e tij në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ndryshe nga 2 ditë më parë ku tha se nuk ka asnjë problem, sot Mickoski tha se duhet të bëjnë një ligj të ri dhe për të do të kërkohet mendim nga Komisioni i Venecias. Ndërkohë sa i përket përplasjeve publike ndërmjet zëvendës kryeministrit Bekim Sali dhe ministrit të drejtësisë Igor Filkov, Mickoski pret që sot të përfundoj debati mes tyre. Po ne gledam тук защо не се полага, не? Законот за јазици е јасен во случајов, доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Pas kësaj deklarate të dhënë të dielën nga kryeministri Kristian Mickoski, u duk se studentët shqiptarë ja dolën, por gëzimi i tyre zgjati vetëm 2 ditë. Pasi po i njëjti Mickoski sot ka deklaruar se dhënia e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe duhet të rregullohet me ligj dhe se ai është i gatshëm dhe ka vullnet politik që i njëjti ligj të bëhet edhe më pas të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias, që i bie se do ta ketë fatin e njëjtë sikurse e ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Megjithatë, ai thotë se është e fakt se kur është bërë ligji për gjuhën, Komisioni i Venecias për pjesën e jurisprudencës ka dhënë mendim negativ. Уставот е јасен. Ligji kështu siç është nuk lejon provim të tillë. Unë jam i gatshëm që këtë ta rregulloj me ligj, dhe jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për gjuhët e të gjithë popujve që janë përmendur në preambul. Nëse duam që kjo të ndodhë, duhet të bëhet ligj. Unë jam i gatshëm që të bëhet ligj, të dorëzohet në Komisionin e Venecias, nëse ligji është në përputhje me kushtetutën ose jo. Ndërkaq, sa i përket debatit publik ndërmjet zëvendës kryeministrit Bekim Sali dhe ministrit të drejtësisë Igor Filkov, Mickoski në rolin e pleqnarit tha se pret që sot të përfundojë debati mes tyre, ndërsa shtoi se ka vullnet politik që kjo çështje të zgjidhet dhe tha se gjatë ditës së nesërme do t'i ftojë në takim palët e përfshira. 2 nga liderët e partive të koalicionit Blen kanë deklaruar se problemi i provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe do të ketë zgjidhje ligjore. Kreu i Lëvizjes Besa Bilal Kasami pas takimit me studentët në spitar ka deklaruar se provimi i jurisprudencës do të jepet edhe në gjuhën shqipe. Edhe Izet Mexhiti ka deklaruar se qeveria ka kapacitete për t'i dhënë zgjidhje ligjore kësaj çështje. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i shoqëruar nga zëvendësi i tij Albi Qamili, ka pritur në takim përfaqësuesit e iniciativës për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe të udhëhequr nga studenti Mevlan Ademi. Siç ka njoftuar Kasami gjatë takimit, është diskutuar gjërësisht për problematikën e fjalë dhe ka njoftuar se mbështet plotësisht këtë iniciativë dhe se do të përkujdeset që kushtetuta të zbatohet në çdo fushë. Kasami ka siguruar se provimi i jurisprudencës do të mbahet përsëri në gjuhën shqipe. Diskutuam gjerësisht për këtë problematik dhe u sugurova sërish se provimi i jurisprudencës do të jepet edhe në gjuhën shqipe. Shumë shpejt kjo çështje do të marrë edhe zgjidhje adekuate ligjore. Përkrahim studentët në këtë iniciativë dhe do të përkujdesemi që kushtetuta të zbatohet në çdo fushë. Shkurtimisht për këtë problematik ka folur edhe ish zëvendës kryeministri Izet Mexhiti. Ai ka thënë se qeveria ka kapacitet dhe se studentët shqiptar do ta gëzojnë këtë të drejtë. Qeveria ka kapacitet dhe studentët shqiptarë dhe kenë në gjuhën shqipe provime. Për zgjidhjen e kësaj problematike për të cilën po diskutohet gjithandej tashmë një javë, kryeministri Mickoski ka paralajmëruar se qeveria do të përgatisë zgjidhje të re ligjore, e cila do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias dhe më pas do të miratohet në kuvend.
Në kuvend edhe sot ka vazhduar debati për kërkesën e studentëve shqiptar që provimi jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Deputeti i ASH-s Halil Snopçe deklaroi se qeveria zgjidhjen e këtij problemi mund ta gjejë jo më larg se në Kosovë, vend në të cilën pos shqipës ky provim realizohet edhe në serbisht. Koordinatori i Vlen, Bekim Çoku, tha se problemi i jurisprudencës është i zgjidhur dhe se Vlen nuk merret me individ të cilët krijojnë probleme. Ndërkohë që kryeministri ka ndryshuar qëndrim lidhur me provimin e jurisprudencës, në kuvend edhe sot ka vazhduar debati për këtë temë dhe refuzimin e kërkesës së studentëve shqiptar që ky provim të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Deputeti i Aleancës për shqiptarët Halil Snopçe deklaroi se qeveria zgjidhjen e këtij problemi mund ta gjejë jo më larg se në Kosovë, vend në të cilin sipas Snopçes, përpos gjuhës shqipe, ky provim realizohet edhe në serbisht. Duke u bazuar në refuzimin e kërkesës së studentëve shqiptar, Snopçe tha se për këtë qëndrim të kryqëzuar të Fillkovit dhe kryeministrit, qeveria nuk duhet të pres interpelancë, por duhet të shkarkojë vetë ministrin. Ai thotë se këtë çështje për përfitime të ulta politike po e problematizon vetë ministri Fillkov. Tani nëse zoti Fillkov është mbi kryeministrin dhe merr vendime në kokë vete, ajo është çështje tjetër. Pra duhet përgjigjet kryeministri, pra nëse ministrat e tij nuk janë në vijën e zbatimit të ligjit dhe kushtetutës, duhet përgjegjësi. Dhe nuk ka nevojë ne të ngremi interpelancë, po normalisht duhet të vjen propozim shkarkimi nga vetë kryeministri. Pra, fundit, ne duhet të mundsojmë që rezultatet edhe gjatë provimit të jurisprudencës të jenë më kvalitative të mundshme. Se provimi i jurisprudencës mund të mbahet edhe në gjuhë të tjera përpos maqedonishtës, e thot edhe kreu i LSDM Zvenko Filipçe. Sipas tij, këto ndasi bëhen me qëllim nga ana e qeverisë, e cila dëshiron defokusim nga problemet reale me të cilat përballen qytetarët në përditshmëri. Filipçe thot se LSDM-ja do e mbështet interpelancën eventuale kundër Fillkovit në rast se një e tillë arrin në kuvent. Veç jurisprudencës, Filipçe akuzon Fillkovin edhe për dështime të tjera të lidhura me agjendën reformuese. Absolutisht se do të mbështesim dhe tani do t'ju them pse. Mendoj se duhet të moqetet e kalojnë këto ndasi dhe pyetje të cilat, si shoqëri veç më i kemi kaluar, duhet të marrim shembull shtetet e zhvilluara europiane, sepse në ato vende pyetja është sa ke dituri dhe njohuri, e jo në cilën gjuhë jep provimin. Për më tepër, Ministria e Drejtësisë nuk bëri asnjë ligj nga ligjet që u desh të miratohen e të cilat janë të rëndësishme për agjendën reformuese. Për çështjen e jurisprudencës në gjuhën shqipe për televizionin Shenja foli edhe koordinatori i Vlen Bekim Çoku. Ai thotë se problemi i jurisprudencës është tashmë problem i zgjidhur dhe se si Vlen nuk merren me individ të cilët krijojnë probleme dhe nuk ofrojnë zgjidhje. Sipas Çokut, Fillkov këtë e bëri vetëm për përfitime politike. Që në fillim kemi premtuar se nuk do të merrem me populizëm dhe folklorizëm, siç kanë vepruar qeveritë e kaluara, por do të orientohemi drejt zgjidhjes reale të problemeve. Prandaj nuk e shohim të arsyeshme të merremi me ministra individual që nuk kanë çfarë të ofrojnë përveç populizmit edhe që dështimet e tyre përpiqen të mbulojnë duke nxitur tensione të panevojshme, të cilat nuk kanë as peshë dhe as vend në këtë qeveri. E gjithë kjo ka trahur për problematikën e provimit të jurisprudencës, doli në sipërfaqe pasi studentët shqiptar përmes peticionit kërkuan që të lejohet që provimi në fjalë të mbahet edhe në gjuhën shqipe, kërkesë e cila u refuzua nga Ministria e Drejtësisë. Profesori universitar Mersim Maksuti thot se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat nuk duhet të miratohet pasi ai nuk parashes sanksione për rata që nuk e zbatojnë. Profesor Maksuti theksoi se debati nëse gjuha shqipe është apo jo gjuhë zyrtare është i panevojshëm pasi kjo çështje është e rregulluar qartë me kushtetutën. Profesori universitar Mersim Maksuti, i ftuar sonte në emisionin Debat në Shenja, komentoi tendencat e palës maqedonase brenda grupit punues për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, ku sugjerohej miratimi një rezolute në vend të një ligji. Ai theksoi se nuk pajtohet me këtë qasje, pasi ligji ka nevojë për sanksione dhe mekanizma detyrues, gjë që një rezolut nuk e garanton. Vërejtjet e mia pse nuk vetohem me grupin punues, kështon atë se ky ligj nuk ka sankcion. Shihni ç'është edhe më e keqja. Si mund një ligja normë juridike, si mund një ligj mos ketë sankcion, kur vetë ligji definohet normë juridike, do të s'mund ta imagjinosh. A dini ç'është më e keqja? Në fillim për palës tjetër,
kemi pas jo ligj, po ofroheshte versione që të kemi rezolutë, këtë çështje të bëjmë një rezolutë edhe ta rregullojmë me rezolutë. Shumë do të thonë, fakti ishte në fillim insistoheshe të kemi jo ligj për rezolutë, dhe menzjet e kaluam, ne si grup punës, të sillim ligj. Fillimi ishte tendenca ofruar aty në grupin punës që ta rregullojmë këtë çështje në rezolutë. Kush e ofroi? Pala tjetër, gjithmonë pala Maqedonin. E dini tash publiku aty e transmetuar kush. Zonja Karakamisheva, që është anëtare e këtij grupi. Dhe ne pala shqiptare, dhe thamë se ligja, vetë natyra ligjit të pala Maqedone, pala shqiptare, se diskutohet për drejtet e bashkësive. Sigurisht. Qytetarëve që janë pjesëtarë bashkësive. Ne nuk u pajtuam, si do pajtohemi vetë, pse nuk u pajtuam se rezoluta është akt, ma tepër me karakter politik, ka një që shpreh një qëndrim politik, domethënë ka karakter afirmativ. Thot njeh të drejtën e përfaqësimit, jem për të afirmuar drejtat përfaqësohen bashkësitë në rezolucione, edhe nuk shohin për te. Profesor Maksuti foli për çështjen e statusit të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ai theksoi se debati nëse gjuha shqipe është apo jo gjuhës zyrtare është i panevojshëm, pasi kjo çështje është e rregulluar qartë me kushtetutën e vendit dhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Shënin, është bot shumë debat i madh, dhe thëmë, për çështjen sa është gjuha shqipe gjuhë zyrtare se jo. Për mu të tregoj drejt, kjo ka qenë një debat i kohët, madje i panevojshëm, sepse këtë çështje e rregullon dhe zgjidh kushtetuta e vendit dhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Ai sqaroi se kushtetuta, përkatësisht amendamenti i 5, përcakton se gjuha zyrtare në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut është gjuha maqedonase dhe alfabeti cirilik, ndërsa në paragrafin e 2 theksohet se gjuha zyrtare është edhe gjuha e qytetarëve që flitet nga së paku 20% e popullsisë. Profesori përshëndeti deklaratën e kryeministrit Kristian Mickoski lidhur me mundësinë e zhvillimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai shpreson se pas kësaj deklarate, Ministria e Drejtësisë do të veprojë pa vonesa, duke ndërmarrë hapat e nevojshëm për realizimin e kësaj çështje. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë sot e bllokoi kuvendin, tejtën e bllokon odën ekonomike dhe të martën qeverinë. Ata nuk heqin dorë nga kërkesat për rritje të pagës minimale. Kryetari Slobodan Trendafilov u shpreh se deputetët 2 vjet po bllokojnë propozimin e LSM-s. Sindikalistët kërkojnë që kërkesa e tyre të vendoset në rendite në kuvend, në të kundërtën paralajmërojnë mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve për të ulur pagat e funksionarëve. Punëtorët nuk heqin dorë nga kërkesa për rritjen e rrogës. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë mëngjesin e sotëm për 2 orë bllokoi 2 rrugët kryesore që do çojnë në kuvend, gjëgjësisht nga ora 9 deri në orën 11, kur ishte e caktuar seanca në kuvend, me qëllim që të mos lejojnë deputetët të shkojnë në punë me vetur. Kryetari Slobodan Trendafilov shpreh se deputetët 2 vjet po e bllokojnë propozimin e LSM-s për rritjen e pagave të punëtorëve, ose rritjen e pagës minimale dhe rritjen e pagave të tjera për së paku 6.000 denar. Informacionet e mia janë se deputetët janë zgjuar herët në mëngjes, erdhën para orës 9 në punë, vetëm që të mos përballen me punëtorët në rrugë, sepse kanë turp nga ata, kanë turp nga votuesit e tyre, sepse refuzojnë të arrisin pagën e punëtorit, ndërsa nga ana tjetër, paga e deputetit do të rritet jo për 9.2%, siç e llogarit guvernatori i Bankës Popullore, por për 12.6%. Sindikalistët kërkuan që kërkesa e tyre për rritjen e pagave të vendoset në rendite në kuvend. Ne jemi mbledhur që të zgjedhurit të popullit i themi se si institucioni më i lartë ligjvënës të votojnë për rritjen e pagave, sepse me këtë pagë minimale që tani e marrim e keni varfëruar punëtorin ton, gjithsesi qytetarët, kështu që kemi bërë kërkesë te kuvendi ta vendosë këtë çështje në rendite. Nënkryetari i LSM-s thotë se nëse nuk pranohen kërkesat e tyre do të vijojnë me mbledhjen e nënshkrimeve për të ulur pagat e funksionarëve. Mendoj se kërkesat tona nuk do të pranohen dhe ne jemi të gatshëm që në periudhën që vijon, ashtu siç kemi deklaruar se do të mbledhim 10.000 nënshkrime që të mund ta paraqesim kërkesën tonë. Zyrtarët policor kishin siguruar objektin e kuvendit nga të gjitha anët dhe hyrjet e saj dhe kishin vendosur edhe barrikada. Protestën LSM do ta vazhdojë të ejten duke bllokuar rrotën ekonomike të Maqedonisë dhe të martën bllokon qeverinë.
Ndërkohë, kryeministri Kristian Mickoski theksoi se protesta e sotme e LSM-s ka prapavi politike dhe se me marrëveshjen e arritur me sindikatat administratës gjyqësore, qeveria e ka përmbushur obligimet e saj. I pyetur nëse do të merret një vendim përfundimtar për pagën minimale, Mickoski tha se protestat do të vazhdojnë sepse sipas tij kanë prapavi politike. Ai i akuzoi disa nga organizatorët për manipulim të punëtorëve dhe për keqpërdorim të automjeteve zyrtare për qëllime private, duke theksuar se qeveria i ka përmbushur detyrimet e saj si punëdhënësi më i madh. Sipas tij, në dialogun mes punëdhënësve dhe punëtorëve, qeveria ka rol lehtësues dhe do të mbështes çdo zgjidhje për të cilën palët do të bien dakord, por nuk do të përkra procese që siç tha janë të nxitura politikisht. Ai shtoi se qytetarët vetë duhet të gjykojnë dhe të vlerësojnë situatën. Grupi parlamentar i LSDM-s ka braktisur seancën plenare të ditës për shkak të kryeparlamentarit Afrim Gashi nuk e ka vendosur në rendite propozimin e tyre për rritje të pagës minimale në 600 euro. Në arsyetimin e tij, Gashi ka thënë se këtë propozim nuk mund ta vendosë në rend të ditës sepse i njëjti nuk është dorëzuar deputetëve për shqyrtim. Por në arsyetimin e propozim ligjit, koordinatori social-demokratëve Oliver Spasovski ka thënë se ekzistojnë mundësi dhe burime financiare për këtë zgjidhje ligjore. Ai kujtoi se LSDM-ja dhe qeveria e saj rritën pagën minimale në 22.400 denare dhe pse e njëjta kur LSDM-ja erdhi në pushtet ishte vetëm 8.560 denare. Sipas Spasovskit, duhet vetëm vullnet politik për të takuar me punëtorët dhe të mos kemi këto imazhe të bllokimit të kuvendit. Kryeministri Kristian Mickoski nuk e përjashton mundësinë që sasia e marijuanës së sekuestruar të rritet dhe të arrijë në 100 ton. Ai deklaron se çështja është në rregull ligjërisht, por se nuk përjashtohet mundësia që të ketë pasur shkarje nga respektimi i ligjit. Pas aksionit të policisë, ku u sekuestruan 40 ton marijuanë, kryeministri Kristian Mickoski paralajmëron kontrolle shtesë nëpër kompani që merren me prodhimin e kanabisit mjekësor. Mickoski nuk e përjashton mundësinë që sasia e marijuanës së sekuestruar të rritet edhe të arrijë në 100 ton. Ai beson se vendimi ligjor është në rregull, por problemi është se ai nuk është zbatuar dhe se është vepruar sipas një rregulloreje të miratuar, e cila është në kundërshtim me ligjin. Unë tashmë kam njoftuar se në periudhën në vijim do të bëhen kontroll edhe në objekte të tjera, sot në qeveri do të merret kjo detyrë dhe unë për shkak të aktiviteteve të tjera nuk do të udhëheq mbledhjen, do ta udhëheq zëvendës kryetari Dimovski, por pres që vendimet të tilla të merren edhe në ditët në vijim dhe të kontrollohen të gjitha kompanitë që në një mënyrë apo tjetër kanë marrë licencë për të ushtruar këtë aktivitet. Mickoski tha se në një periudhë të caktuar, kur janë dhënë licencat, ministri aty ka qenë Venko Filipçe, aktualisht kryetari i LSDM-s opozitare, por theksoi se problemi nuk është te licencat, por tek rregulloria që është në kundërshtim me ligjin. Dihet kush ka qenë, mund ta paramendoni që në periudhë të caktuar ministër atje është edhe Venko Filipçe, por licencat janë punë tjetër. Puna e dytë është se është sjell rregullore që është akt nënligjor me të cilin lejohet të prodhohet lule kanabisi që nuk i plotson normat e GMP-s dhe këtë kanë qenë të vetëdijshëm që e kanë bërë dhe nëse nuk i plotsojnë ato norma, është e logjikshme se gjatë përdorimit të ekstraktit nuk mund të licencohet dhe të gjendet të lëshohet për shitje. I pari qeverista se janë siguruar shumë prova për këtë skandal dhe siç tha, çështja do të jetë shumë më e madhe, duke shtuar se kjo është vetëm fillimi nga ajo që kanë si indikacione. Kujtojmë se të shtunën Ministria e Punëve të Brendshme zhvilloi një aksion të gjerë, brenda të cilit u sekuestrua një sasi e madhe marijuane në një subjekt juridik në Shkup. Janë gjetur dhe sekuestruar rreth 9 ton marijuan dhe mbi 1300 shishe me vaj kanabisi, ndërsa nga subjektet juridike nga rajoni Juglindor janë sekuestruar mbi 31 ton marijuan dhe biomasa. Sipas raportit më të ri të Transparency International, Maqedonia e Veriut edhe këtë vit ka 40 pikë në indeksin për perceptimin e korrupsionit. Nga kjo sqarojnë se formalisht vendi është pozicionuar 4 vende më lart këtë vit, megjithatë kjo është për shkak se vendet të tjera kanë pasur rezultate më të dobëta.
Maqedonia e Veriut nuk ka shënuar përparim as këtë vit në luftën kundër korrupsionit. Sipas raportit më të ri të Transparency International, Maqedoni vendi edhe këtë vit ka 40 pikë në indeksin për perceptimin e korrupsionit, që do të thotë se nuk ka shënuar përparim thelbësor në krahasim me vitin e kaluar. Nga Transparency International thanë se formalisht jemi të pozicionuar 4 vende më lartë këtë vit, megjithatë kjo është për shkak se vendet e tjera kanë pasur rezultate më të dobta. Problemet kryesore sistemike vazhdojnë të mbeten reformat e pasuksesshme dhe të papërfunduara në gjyqësor dhe prokurori, të cilat nuk arrin të sigurojnë një sistem drejtësie efikas, të pavarur dhe të përgjegjshëm. Për më tepër, sipas tyre, zhvillimet që lidhen me ish kryetaren e Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit kanë dëmtuar seriozisht besimin e publikut ndaj institucioneve të ngarkuara me luftën kundër korrupsionit. Shqetësues është edhe procesi jo transparent i hartimit të ndryshimeve në kodin penal, si dhe përmbajtja e tyre, e cila jo vetëm që nuk kontribojnë në forcimin e kornizës antikorrupsion, por në segmentet të caktuara e dobësoj atë. Po ashtu, ende nuk janë miratuar ligji i ri për informatorët, si dhe ndryshimet në ligjin për parandalimin e korrupsionit edhe konfliktit të interesit, që janë ndër ligjet më të rëndësishme në luftë kundër korrupsionit. Sipas renditjes, Maqedonia e Veriut gjendet në të njëjtin grup me Bullgarin, Tanzanin, Hungarin, Kubën, Burkina Fason dhe Guajanën. Nga vendet e rajonit, Kosova është e renditur më mirë duke u pozicionuar në vendin e 76, si dhe Malizi, i cili me 46 pikë ndodhet në vendin e 65. Më keq se Maqedonia e Veriut janë renditur Bosnia dhe Hercegovina, e cila mban vendin e 109, si dhe Serbia, e cila me 33 pikë ka rënë në vendin e 116. Qendra për komunikime qytetare ka publikuar raportin e monitorimit të ndarjes së mjeteve qeveritare për projekte infrastrukturore komunale në vitet 2024 dhe 2025. Në raport theksohet se fondet nga kredia hungareze të miratuara nga qeveria për komunat kanë përbërë një injektim të konsiderueshëm financiar në muajt parazgjedhor. Fondet nga kredia hungareze të miratuara nga qeveria për komunat kanë përbërë një injektim të konsiderueshëm financiar në muajt parazgjedhor, thuhet në raportin e Qendrës për Komunikime Qytetare, i cili monitoron ndarjen e mjeteve qeveritare për projekte infrastrukturore komunale në vitet 2024 dhe 2025. Sipas gjetjeve të hulumtimit, shpenzimet kapitale të komunave në buxhetet për vitin 2025 janë rritur ndjeshëm krahasuar me realizimin në vitin 2024 me një mesadare deri në 92%. Projektet janë kualifikuar si zhvillimore, kryesisht për shkak se financimi i tyre është planifikuar të realizohet në një periudhë 3 vjeçare, edhe pse një pjesë e madhe e tyre në thelb përfshin riparime, rindërtime ose ndërtim rrugësh dhe ndërhyrje të tjera të zakonshme infrastrukturore lokale. Raporti thekson se ndonëse qeveria miratoi projekte me vlerë rreth 71 milion euro për vitin 2024, në buxhetin e atij viti u rezervuan vetëm 15.5 milion euro, ndërsa realisht u shpenzuan vetëm 345.000 euro. Si pasojë, fondet e pashpenzuara u bartën dhe u kombinuan me mjetet për vitin pasardhës. Për këtë arsye, në buxhetin e vitit 2025 fillimisht u planifikuan 102 milion euro për projekte infrastrukturore komunale. Pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në fillim të dhjetorit 2025, qeveria ndërmori një ulje drastike të këtyre fondeve, me vendimin për rishpërndarjen e mjeteve buxhetore të miratuar nga Kuvendi më 5 dhjetor 2025. Fondet e planifikuara për komunat në buxhetin 2025 u zvogluan për 58.4 milion euro, duke rënë nga 102 milion në vetëm 43.6 milion euro. Raporti evidenton gjithashtu probleme në zbatimin e projekteve, veçanërisht në fushën e prokurimeve publike. Në një pjesë të konsiderueshme të komunave të analizuara, vërehet dominimi një ose disa kompanive që kanë fituar shumicën e kontratave për ndërtimin e projekteve infrastrukturore. Një tjetër gjetje kyçe është përndarja jo proporcionale e fondeve mes komunave, si në raport me numrin e banorëve, ashtu edhe në vlerë absolute. 4 komuna kanë përfituar mbi 5 milion euro secila.
Manastirit Tetova, Kumanova dhe aerodromi, ndërsa prilepi është afër këtyre shifrave me 4.4 milion euro. Kur mjetet analizohen për kokë banori, komunat me përfitime më të larta janë Demir Kapi, Zhelina, Sveti Nikole, Gratsko dhe Kratova. Në anën tjetër, përfitimet më të ulta për kokë banori i kanë qyteti i Shkupit, Strumica, Saraj, Qendra dhe Kërqova. Nga Qendra për Komunikime Qytetare thanë se përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare që i vëzhguan zgjedhjet lokale, në raportet e tyre pas zgjedhjeve kanë shprehur gjithashtu shqetësime në lidhje me shfrytëzimin e resurseve publike për qëllime zgjedhore. Në raportimet e tyre thuhet se raste të caktuara të keqpërdërimit të fondeve publike ishin shqetësuese. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë mirupafshim.